Ky emision mundësohet nga Podravka. Laboratori apo fabrika ku prodhohen, edhe e dim kemi dëgju shumë për laboratorin e Nikolës, kështu që është vërtet kënaqësi me ardhë me e pa nga brenda gjithë përgatitjen deri në fund. Apo na fton brenda
nonin, e dopo një mjeshtër që
A e kom një vend pune nëse mësona mirë.
dashur nga laboratori Nikolës edhe më vut tek lokali, tash jam këtu bashkë Juve ishte i madhe, për që bujem në torta kanolo, to ishte vogla. Si ishte? Ottimo, ishte shumë e mire. shumë e shishmem. Nikola, pse është kanalo kaq special? Speciale për që shkorqa vjen burë me duar, dora, mano, e gizin, shkojmë gizin delje. Gizin delje, që na i vum pak seken, i vum pak, e gindet që vigin, vi në kanë një kanok burë shpije. S'ku na burë të shpija. Shumë e shishmem. Gjithë ju që dëshironi me ardhë në Sicili, po dhe kudo në për Itali, mundeni me i gjetë kanalët e Nikolës. Janë shumë të shishme. Nikola, faleminderit shumë edhe një herë. Zuar Arja.
Shikues të dashur, edhe në këtë emision të peshkut të ardhur, do të kemi receta të përgatitura nga Toni. E ne sot do kemi diçka të përgatitur me pastat P&K, por Toni do na tregojë më saktësisht çfarë do kemi. Toni, come andà? Tutto bene, grazie. Qual è la ricetta del giorno? La ricetta del giorno abbiamo delle linguine con la zucchina. Do thotë do kemi linguini, po e presim në fund se çka kam me përgatit dhe çfarë shije do të ketë gjithë kjo recetë. Kemi me provu pa tjetër dhe shpresoj që edhe ju shikues të dashur do e provoni në shtëpitë juaja sepse Toni ka me shpjegu të gjithë recetën. Grazie Toni. Grazie a voi. Buongiorno. Grazie. La nostra pasta del giorno alla nonna. Grazie Toni. Të shikues të dashur, Toni, shefi i kuzhinës, i ka përdorur pra pastat më të mira në vend nga P&K, edhe ai është mahnitur vetë se çfarë cilësie të mirë kanë. Po vazhdoj po e provoj. Faleminderit shumë Toni. Grazie. Grazie a voi. Buon appetito. Unë supën e mora afër vetes, por nuk moj do me thonë, pa piperin e zi nga Podravka, nuk më shiu supën ndryshe, kështu që shikues të dashur, është mirë që edhe ju me përdor gjithmonë piperin nga Podravka. Sa të shish me produkë. E unë këtu jam me Giovanni Scalora, jemi brenda tash fabrikës së djaltit. Giovanni, si shkon i gjithë procesi, a mundesh më na tregu? Ose prezantohu pak për publikun, për shikuesit vet. Allora, u jam Giovanni Scalora, jam i zotit tërsaj attività. Jam e treta generacion që kontinuar të bujnë të shuburtir. Shuburtira e parë këtu të mbajëm lopt që një razza pregiata, la razza cinisara, që në një juftojnë se ati janë. Kemi mbajtur të razë për që kemi amore, pasione për animalin e më shumë për l'ambiente, për il territorio. Te kjo attività na kemi një certifikacion biologica, përqë jemi a stretto contatto dans me la natura. E quindi continuartëm të bujëm gjithë shuburtirët in biologico, certificato.
A janë këto lopët? Shubër, jo, lopa e kjo këto. Lopa është kjo. Lopa kjo këto, e i shteri e kjo këto. Allora, me klëmshtit të lopës që na mjeljëm, bujëm një djas tradizionale di siciliano, palermitano soprattutto. Si rritet caciocavallo palermitano di vacca cinisara. Ka shi gjatë emri? Na një uftojnë, caciocavallo palermitano di vacca cinisara. Vrei që i bukri. Kjo djase. Kjo djase. E kjo emrijim. Duket. Kjo djase e kjo emrijim. Një djas bur me ta klëmsh shërtiranimejve që rrinë jashta. Dancë la natura sempre. E hijëm brenda po të mjeljëm. Po të mjeljëm. Allora, si funzionar in maniera semplice, të spjegar si funzionar la trasformazione. Klëmshit ja rënd... Po e shumë tash në gjithë procesin, ku kalon deri tek përpunimi. Klëmshit ja rënd te kje kontenitur që dirasja. Dirasja apposta perché Cascavalli è un prodotto storico siciliano, quindi ka shurbenet me vjerqet antik. E me surbiset antik. Quindi vuhet klëmshit tu, ju ngjiret rënde. Dopo që ju ngjir rëndin, nxjerr la parte ujët vjetë këtu e buhet giza. Ata që kindron udhose, që pranë, shurbenet e buhet Cascavalli. Cascavalli, po. Ki më tardu shurbenet pometa, e në zmenat buhet Cascavalli. Cascavalli përçë dal siciliano cavallo, italiano cavallo, kur e shurben, të një moment të procedurës, merr një furnë që duket una sella di cavallo. Më drëngon? Quindi vjen dhe atje embri që suket caciocavallo, cascavallo. Cascavalli ka klënë sempre një djas storico, një djas që negli anni 700 ishte 30 të kjosmëve. Në një dal tu jam e zëvih e hijëm pometa të një dhirom të dinikja, të një dhirom elitario, të ketë ftet të jetë valutartur për sa ftet që i vete. Për që buj një shuburtur që buj gjin me duajt. Tu nga ti shek, një shek magin, një shek mosgjë, tu shek po duart time janë që shërbejnë të brëndë. E lopë që bujën klëmshit. E bon. Kjo është në gjithë procesi pra i Cascavalli, ti përkat gjithë Cascavalli. Tu Cascavalli, kjo è procesi i Cascavalli, in maniera molto semplice. Nëse stirjen sostanze kimike këtu brenda. Tu gjë kish bën, ma ngëki, Cascavalli ngëki. Ja, ngëki. Ki ngë Cascavalli. Ki sot të bërë me një vjerç për që buj një udhos me musturën. Musturën, capisci, që pepe nero. E më bumë zonjë questa forma, ma forma e Cascavallit ajo që pam një men. Shkaguni. Dopo që e ke burë, që e ke shurbjer, vuhet këto. Ej. Cascavalli vuhet këtu, vëre. Kjo i djeshmi, kjo dhe djesh. E vuhet ki gur, një gur arbresh. Po, kjo duhet pa Ki gur, ki hahet, ki jo. Jo, ti. Ki një gur arbresh. Ki guri që bujëm të hora. Një gur që kemi të malli të hora na. E me këtë gurë, burëm facatën del Parlamento Italiano, Montecitorio. A mundemi me provu pa Cascavalli? Si? Me provu me hangër Cascavalli. Do e hashë? Ka ensajash? Po. Në një presim. Po e provojnë me djatin pra. Aja se e presim. Pritëm në ti se presim një Cascavalli.
Tash provojmë edhe deljen e kaçkavallit, se kemi provu pa tjetër parë. Si e përgatisim këtu te Giovanni Scalora. Shumë i mirë për duket. Këtu një speq. Një speq. Ariana më trucare këtu. Dhe speq. Speq, e ka vish speqi që? Jo copë shumë të madhe. Se në ka ham gjitë. Të ham gjitë, në rregull. Mirë për duket. Duke, në një ka mësua Tash shtë. kemi me provu, edhe ta jap mendimin e sinqert. Siguro. Po. Zonjusha. Faleminderit. Si ë? Shumë i mirë. Shumë. Kaçkavall më të mirë nuk kam provu kur. Shumë i mirë. Allora, u ju haristis shumë, se sot vine më gjetë, haristis presidentin, se sempre në mban in konsideracione neve që shurbejëm, haristis të bukur gra, që sot vine më gjetën to, e haristis me dhe ma ta, do so, e gjosho të i haristis. E allora, urime erzuar. Bravo Giovanni, bravissimo. Urime erzuar. E haristis un cameraman, mos e non bujëm gjë, prira, Falenderoj un cameraman. buj un selfie, un autoselfie a te, buja. Bravo! Bravo! Shikues dashur, kjo ishte e tëra edhe për këtë emision të Peshkut të Artë. Ne zbuluam më shumë rreth kulturës ushqimore, rreth ushqimit tek hora e breshëve, pam kanalot, tash edhe djathtin. Ne e provuam gjithashtu edhe kaçkavallin më të mirë ndonjëherë, kaçkavallin më origjinal. Gjithashtu edhe po e përmbyll me këtë gotë verë, cilën e pim së bashku, por çefe të tilla nuk kalojnë pa pasoja. Mundeni me pa edhe fustanin tim, kështu si është bërë nga vera. Por unë doa ta falenderoj Podravkën në fund të këtij emisioni që mundson çdo herë realizimin e Peshkut të Artë. Gjithashtu edhe P&K, faleminderit shumë. Edhe shpresoj që jeni kënaqur dhe e keni pa më shumë rreth përgatitjes së kanaleve, rreth përgatitjes së djathtit të kaçkavallit, cilin e ka përgatitur Giorgio, na ka treguar shumë çka. Ne shihemi përsëri javën e ardhshme. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.